Miqtë e mi, te ditë kanë mbetur, ndaj dhe ne, të trokasim tek çdo qytetar, tek çdo biznismen i thirrit, të garantojmë atë se pavarësisht gabimit të tij, ne kemi vetëm një qëllim, suksesin e biznesit ti. Kemi një qëllim, zgjerim në biznesit ti, punësim në tjerëve në biznes. Në këtë kontekst, biznes të vogla, 100 ditë të para do paguajnë energjin, pas 100 ditëve vetëm 6 lek kilovati. Hapësirat publike 5 herë më lirë. Tarife e ujtë do përgjysmohet. Bashkitë s'do mund vendosin kur taksa dhe tarifa më shumë se 1% të xhiros. Do ketë kredi të buta për start-up dhe biznes të vogla. Biznes të mëdha do ketë një alat të vërtet tek qeveria e ardhshme. Tatim fitimi 10% më i ulti në Europë. Të vëshëja 15%. Po kështu, le t'i them këtij dhanërit se nuk më tregoj, e kishte në qytet apo në fshat Krushqin. Në rast se i ka fermer, në rast se një fermer, qeveria ardhshme, për çdo fermer të Fierit, Lushtjes, Shqipërisë, do t'ja 5 herë më shumë subvencione për çdo fidan të miell, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi. S'bëjmë asgjë tjetër, veç se u barazojmë me fermerët e vendeve për rreth. Ja pra, se ky program është programi më bashkues i shqiptarëve, i bashkon ata në ditët njerëzor, i bashkon ata në punësimin, i bashkon ata në mirëqenjen, i bashkon ata në kujdesin shtetësor, i bashkon ata në shkollim në fëmijëve të tyre, i bashkon ata në një qëllim tjetër, madhor, sublim, rikthimi i Shqipërisë dhe shqiptarëve në moshën e rinisë tyre. Kombi ka humbur rinin, kombi ka humbur moshën e rinisë. 600.000 të ri u larguan në 10 vite. Mos harroni, çfarë do që t'jeni, demokrat pa Partinë Socialist, mos harroni, se sot ne takohemi njëri me tjetrin, duke qenë kombi me lindshmërinë më t'ullt në botë për shkak të migracionit. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot se duhet bëjmë çdo gjë për të rikthyer të ardhmen në këtij vendi, për të rikthyer rinin. Qytetarë dhe qytetare të Fierit, adhetar patriot, me këtë program ne do kthejmë qindra mira të rinj shqiptar që morën rrugë të dheut këto 10 vite. 5 vite pas 100 dark, taksa, kredit buta për shtrëhimin e tyre, për biznesin e tyre. Shqipëria ka nevojë për ëndrrën e tyre. Ëndra e tyre është ardhmja e Shqipërisë. Këta të ri i garantoj se shkollat e tyre do modernizohen, se buxheti për arsimin do të dyfishohet, se s'do ketë pengesë për universitet mesatar dhe asgjë tjetër, dhe se pas përfundimit do paguhen sigurimet shoqërore tek çdo punëmarrës që punëson të rit. Do financohen me grante dhe kredi start-upet e tyre. Dhe një qati, shteti do u garantoj çifteve të reja.
me një grant 30.000 euro. Po. Prap. Të mos harrojmë se kombit i kemi borxh rinin, ndaj dhe asgjë në botë s'do mund na pengoj pari kthyesh kombin shqiptar në moshën e rinisë tij.